Stay e kom bo my edition, edhe i kom thonë, producers aty na kanë vetë cila që kishe pa dëshirë që bën të. Unë e thash Rita Ora, se kam qef shumë. Fakt ishte emocionuese. Rita Ora nuk e dinte, ajo se kishte idenë se kush përkëndonte, sepse kështu është The Voice. Dhe me njëherë ajo ktheu karrigën si coach, pra si trajnere. Si u ndjeve ti kur ajo shtypja të butonin dhe u kthye për të patur mundësinë që t'jetë trajnerja jote dhe ti t'jesh në skuadrën e saj? Jam konë shumë shocked. I was so happy që thona jam konë shumë e lumtur. Edhe se kom besu, edhe e keni po në ashtar my reaction që shkom me ta din se wow, Rita Ora turned her chair for me që thojnë ana. Ti ke qenë shumë e vogël këtu, si Hana, sa vjeç ke qenë këtu? Këto i kom pa 16. Vetëm 16 vjeç. Kishe emocione? Shumë emocione. Si është të jesh pjesë e The Voice of Australia? Do më thënë, është i fort kompeticioni, si kanë qenë konkurentët në vitin që ke qenë ti? Është e fort, competition është hade, se ka shumë talenta në Australi, edhe në Australi janë mësu, edhe sikur unë që jam shku në singing lessons, edhe ata shkojnë për singing lessons, janë mësu edhe kanë talenta shumë big talent there. E o konë big competition for me.